pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Ji mirënjohës. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 16 deri në 18. Kjo është koha kur unë reflektoj për shërbesën tonë, për të dhënë falënderime dhe për të reflektuar rreth komentarëve të së shkuarës. E pranoj që në të shkuarën shpesh kam jetuar në mëkatin e mosmirnjohjes, duke theksuar se sa gjëra marrim për të mirëqëna dhe se si rrallë herë jemi me të vërtet mirënjohës për atë që kemi ose për atë që Perëndia ka bërë për ne. Por mirënjohja e sinqertë është shumë më tepër se sa mungesa e mosmirnjohjes. Është qëndrimi i zemrës tuaj, që në fund kthehet në një mënyrë jetese. Është e vërtetë, brezi ynë është i fokusuar në atë që do, duke besuar se më shumë është gjithnjë më mirë, dhe pavarësisht se sa shumë kemi grumbulluar ose se sa shumë kemi, asnjëherë nuk kënaqemi plotësisht, përsa kohë që dikush tjetër ka më shumë se ne. Mbase falsiteti qëndron në të menduarit tonë që shoqëron gëzimin me atë që kemi, ndërkohë që miliona njerëz që kanë më pak e kanë marrë mësimin e të qenurit të gëzuar, duke e pranuar që burimi i gëzimit është për brenda dhe jo nga grumbullimi i gjërave materiale. Një numër i madh njerëzish në mbar botën duket se janë të mbi ngarkuar në jetë. Pesimizmi ka zënë vendin e optimizmit. Shpresa për të nesërmen është sfiduar nga realiteti i ashpër i jetës sot. Është ekonomia, realiteti që nuk do ta mbushni asnjëherë serbatorin tuaj me karburant, me të njëjtin çmim që e keni mbushur vjet në këtë kohë, ose mbase edhe muajin e kaluar. Dhe realiteti që nëse ka jetë në planetet e tjerë, ata duhet të jenë duke e përdorur tokën për sigurinë e tyre të panjohur. Çështja është që ju ose jeni të mbi ngarkuar nga aspektet negative të jetës, ose mësoni të fokusoni te realiteti që jeta është shumë më tepër se sa thjesht fitimi për të siguruar jetesën. Dhe me hirin e Perëndis, ju shpresoni për realitetin e parajsës. Po ashtu kuptoni që për bijtë e Perëndis, jeta siç e njohim ne, nuk mund të jetë më keq nga ç'është. Pyetja është kjo: a keni arritur ndonjëherë në atë pikë të jetës ku mësoni të jetoni mbi rrethanat? Të jetosh mbi rrethanat nuk është një koncesion për të mposhtur ose për të shijuar asgjë në jetë, por tregon që Perëndia është forca e jetës tuaj dhe gëzimi i tij për brenda e mbush jetën tuaj me qëllim dhe domethënie. Tek varianti i Biblës së mbretit Jakob, Psalmi 107 është një refren që jehon përgjatë atij kapitulli. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë që bën në dobi të bijve të njerëzve. Për të qenë të sinqert, disa njerëz në botë që un kam njohur, që duket se janë ndër më të lumturit, janë ata që kanë më pak kur vjen puna tek zotrimet materiale dhe anasjellta. Disa nga ata që kam njohur dhe që kanë më shumë, janë më pak të lumturit. E pranoj që ka përjashtime për këtë studim. Megjithatë, dhe është e rëndësishme që ta kuptoni këtë, pavarësisht se çfarë kanë njerëzit ose çfarë nuk kanë, ata që janë në paqe me veten dhe me ata përreth, janë njerëzit që kanë krijuar një marrëdhënie me Perëndin, parametrat e të cilëve janë mirënjohja dhe falënderimi. Brenda këtyre kufive është një kuptueshmëri që Perëndia është një Perëndi i mirë dhe që ai është burimi i vërtet i shpresës dhe i forcës sonë. Mirënjohja dhe falënderimi janë qëndrime të vetë zhvilluara që krijon një mirëqenie që vërshon dhe lavdërim për të plotfuqishmin. Pyetja është kjo: në një shkallë nga 1 në 10, sa është ndjesia juaj e mirënjohjes ndaj Perëndisë, ndaj familjes dhe të tjerëve? Pali u shpreh kështu për këtë: jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim, në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Perëndia ju ndihmoft që ta mësoni ta mbillni farën e mirënjohjes, që të mund korrni frytin e gëzimit dhe të mirënjohjes. Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.